Tanga ka një histori interesante. Ato fillimisht u frymëzuan nga veshjet tradicionale të burrave, si loincloth, që përdorej në kultura të ndryshme. Me kalimin e kohës, tangat u adaptuan dhe u bën pjesë e modës moderne, veçanërisht në Brazil, ku filluan të përdoren si rroba banje. Fjala tanga vjen nga anglishtja e vjetër thuang, që nënkuptonte një rrep lëkure. Dizajni modern i tangave u krijoa në vitin 1974 nga stilisti Rudi Gernreich dhe fitoi popularitet të madh veçanërisht në Amerikën e Jugut. Tangat kanë pësuar ndryshime të mëdha në kultura të ndryshme. Në Brazil, ato u bën pjesë e modës së plazhit në vitet 1970 dhe janë simbol i stilit të guximshëm. Në SBA, tangat fillimisht u prezantuan në vitin 1939 si një mënyrë për të mbuluar trupin në mënyrë minimale, pas një urdhri të kryebashkiakut të New Yorkut. Ndërkohë, në Evropë, ato u pranuan më vonë si pjesë e modës së brendshme dhe veshjeve të plazhit. Në disa kultura, tangat janë parë si simbol i lirisë dhe ekspresionit personal, ndërsa në të tjera janë konsideruar tabu. Për shembull, në disa vende aziatike, veshja e tangave nuk është aq e zakonshme për shkak të normave kulturore dhe tradicionale, ndërsa në Amerikën Latine, ato janë një pjesë e rëndësishme e modës dhe identitetit kulturor.